3 vjetë 2 muj pa djallë. Ka shku e nuk ka të shpia. E ka në dhëmbi. Gjallë është djallë. Jam të e prish do ditën. Dera sa e të këndo njeri unë me vrap Meladinin. Je zotit me plëcu lutjen. Tu e sa më shpejt të shpia. Meladini me pa këtë video flutron. E vjen të shpi. Nuk ka shansë. Me pa babën këtë gradaj. E vjen të shpi. Qdo kush si mund të mbaje Meladinin. Ta lajmërohet paktën. Të paktën me janë gjuzanin. Me ditë se djali është gjallë. Më put shpirti këtë. Po djalin e kam shnoshe. E kish shnoshe mirë e ndjejt. E ndjejt se e kam shnoshe mirë. Jo 3 vite, po një ditë është shumë për nënën e për babën. Mos me e pas, e mos me ditë gjatë. Meladini është një djalë i cili ka humbur kontaktet me familjen në vitin 2022 me 4 shtator. Deri më sot nuk dihet asgjë për fatin e tij. Ose i punon telefoni, Michel dikush e këmban atë. Amxhani, përshëndetje. Miqtë e mi dashur, përshëndetje prej me Lauretës. Na sot kemi arë në fshatin Borje të Kukësit. Kemi arë mi taku prindrit e Meleden Adilit. Meladini është një djalë i cili ka humbur kontaktet me familjen në vitin 2022 me 4 shtator. Ai ka dalë me mbledh Boronica në brët të Dragashit, edhe prej asaj dite deri më sot nuk dihet asgjë për fatin e tij. Familja nuk ka asnjë informacion edhe nuk ka pas asnjë lloj kontakti më me ta. Për ma shumë detaje kemi me shku me bisedu me prindrit e Meladinit, me nonën edhe me babën, edhe me kuptu ma shumë historinë e tij. Hajde një shkojmë të atakojmë zotin Izodin Adili. Izodin, si je? Si je, a e mirë? Si gjatëm. Si e ka lutë, a e mirë? Si je, si për kalën i ndërru? Mirë, faleminderit. Ju si jeni, a e mirë? Faleminderit për ardhin që keni ardhur, se jeni i pari ekip që keni ardhur me fel për kërkimin e djalit tonë deri këtu në fshat. Ne në ka zonë një taksirat, si me thonë, që 3 vjetë e 2 muaj si në ka hup djali, asë informacion për ta s'kena. Asë informacion, prej viti 2022, janë bo 3 vjetë 3 vjetë e 2 muaj. Gjdo ditë jetoni me ankth edhe gjdo ditë presni një informacion edhe një Sa me thonë. Kthehemi pak te 4 shtatori viti 2022. Qa moni men prej asaj dite? Po me 4 shtator, sa me thonon, e përcithin ana çdo ditë deri të dera, te porta atje, Zoti qof në ty, Zoti qof në ty, çdo ditë ja bëj ke po. Atë ditë kur na kanë lajmëruar me i hel ka ora 5 as mas ditës. Na thonë se Meladini s'ka ardhur në mbrot, se në bjeshk janë gjithë krejtë, kur kanë ardhur poshtë se kanë gjetë Meladini, se çdo herë pike i parë Meladini, se ka qenë i fort për të hesme. Na morën telefon, thonë, kështu është, nuk është. U që shati kërek, katoni ka shku, fonja 100 bura kena shku. Në përbjesh, deri ka ora 9 e darkës. Atje në zuri shiu, erdhen ka të nartë të shpija, unë fjeta atje në brot, u qova herët. Ka ora 4 mjesit u qova herët e shkova, prapa atje ku unë, me 1-2-3 shok një. Shkum dëri atje, ishte mi fel një gjë se një natë në bjesh kishte vështirë. Ne shku deri në bjesh kishte vështirë një natë. U qu policia, u qu FSK-ja e Kosovës, policia e Kosovës, policia e jona me fel, kërkun boll në përbjesh, me drone, me qa s'kena kërku. Nuk u gjetë asë një gjuhë. Do me thonë, Izodin atë ditë nuk ka qenë hera parë që Meladini është në gjitë në majtë, që me thonë e ka ngatru rrugën ose diçka. Aje ka ditë atë rënd shumë mirë. Që 3 vjetë si ka shku Meladini, 3 vjetë për ka posë që aji, do me thonë në shkoj kënë bjesh me i fjellë. Nuk e ka pas ditë me pare, hajde e ka, po edhe ta kish ngatru rrugën, s'kish ku me shkuaj. Bike poshtë në stanet Macedonisë, ose bike knej majtas stanet e Kosovës. Krej në stanet e Brodit kish para. Ishe çdo rrugë të shkoj që dikun. E Gërsin, të kish pa dalë e Gërsin, diçka kish lanë e Gërsinë. Aje ka posë bidonin e provnicave se hajke, as harushi, as uke, as njëse. Se në vjeshtën e Gërsin. Diçka kish qëtë. Droni. Izodin,
fal punës Meladinit që ka mbledh Boronica është mbajtë edhe familja juaj. Ai e ka siguru bukën e gojës, domethënë me mbledhjen e Boronicave. Si gjithë tri në fjalë. Po, si gjithë fshatat për rreth që merren kryesisht me këto. Ju nuk e keni pritë që ndodh kjo absolutisht, edhe kur e morët informacionin që Meladini nuk ka të furgoni. Meladini ne në orën 5 mas ditës me fjalë na kanë lajmëru se Meladini nuk ka ardhur me shok të furgoni. Atë ne bëm thirrje fshatin me fjalë, u çu fshati komplet me fjalë. Shkuam aty, po 100 burra kena qenë. Në përbjesh kena dalë më bjeshkës. Deri në orën 9 thirrje bërtit Meladin. Nuk kam. Domethënë se keni marrë informacionin ju keni dalë në bjeshk. Meladini atë ditë me vete ka pas bidonin e Boronicave edhe kranin e Boronicave. Po. Edhe atë ditë nuk keni gjetë asnjë gjurmë. Asnjë sen kena gjetë. Mu më bani përshtypje se the 10 euro që i kanë rënë një shoku janë gjetë, po Meladini ka humbur gjurmë domethënë atë ditë, edhe nuk është gjetë kurrë. Asnjë sen s'është. A keni dyshimet e para atë ditë, se po kthehemi pas në kohë, po dyshimet e para atë ditë ku kanë qenë te ju, si familja? Dyshimet e para, ditën e parë, dyshimet e para kanë qenë vetëm egresinën nëse ka. Dita e parë më një fjalë ka qenë ai. Egresina grobat nuk i hanë është ta Boronica. Po masi u kontrollu çdo gjë. Po. Nga droni, nga FSK-ja, nga policia e Kosovës, me ballona, me çfarë senesh, ato na thonë në bjeshk nuk ka asnjë. U gjet një far xhupi. Po si ishte i një. Se ma çun foto mu është jo i thash ki nuk është i një. Nuk është i Meladinit me fjalë. U gjet një çizme një ani në bjeshk nuk është. Si nuk është çizme e Meladinit, thash. Dy gjëra që janë gjetur me fjalë asnjë se e Meladinit. Asnjë gjurmë. Edhe ka qenë shtatori, edhe zakonisht shtatori është i mbushur edhe me turista. Unë kam dëgjuar në një intervistë që e ke cek, të ka thonë dikush këtu ka gjithçka, apo? Domethënë brod. Çfarë kanë thonë njerëzit ato banorët kur ke kërkuar? Ato banorët, po një banor më ka thonë bile. Çfarë ka thonë ai? Se këto banorët edhe i njoh, shumë i njoh. Këto thanë brod, si kalojnë tha, më shumë njerëz që kalojnë se sa të mirë. Më shumë njerëz të këqij se sa të mirë. Kështu më ka cek një ani. Atë ditë kam pas mbi 200 turista. Edhe bile shumica kanë qenë kosovar. Ka pas një vrapje atje në bjeshk me fjalë. Si organizum ka qenë ai. Aja të fjallë ta ka thonë, duke u nisë se atu ka qenë edhe trekufiri, edhe janë bo edhe shumë shkëmbime nështë ta plondëve tike, ashtu dyshohet. Po a keni dyshu ju që, a dyshoni do me thonë edhe sot kur ktheheni pas në ku, që ka mujt dikush me mora ditë, se ju familja do me thonë dyshon që Meladinin e mbojnë peng. Edhe shfrytëzojnë për punë të blegtorisë dhe bujqësisë. Pa dyshoni që pasi ka ato dhe bonda nështë ta kriminale ose diçka. Po da shumë unë dyshohet. Ku dyshoni ju si familjarë? Ku me thonë, ku s'dyshoj tashi? Ku s'dyshoj unë? Unë s'kam dyshuar karkun deri një farë kohë, por deri tashi telefoni përgjigjet, ose i punon telefoni. Mi fel dikush e këmban atë. Tishe diçka me i fjallë telefonin, çdo kush e kishë gjetë telefonin e kishë thi kartën. Çaj duhet karta e tjetrit? Qa vlen me u cek është që edhe 3 vjet pas humbjes, do me thonë telefonit si ngrën. Kur ju e merrni në telefon, bile hera e fundit është para 3 ditëve, me do të 17 nëntor, telefoni ka cingru, ka shku zilja, ama është hap telefoni. Është hap telefoni. A keni kontaktu përmes Vodafonit në këtë rast ose ai keni dërgu? Qa kanë përgjigje aty? Përgjigje e Vodafonit thot 2 sekonda ka qenë i qelur një herë, thot edhe s'kena mujt. Për 2 sekonda s'kena mujt me lokalizu. S'keni mujt me lokacionin e telefonit se ku ndodhet. Po mandej ka qenë edhe një telefonat që kanë fol shqip. Qa ka qenë ajo telefonat? Kush e ka thirr? E ka thirr vajza nga Franca. Po? Ka pas thirr në telefon. Alo, kush je? Bjeman Meladinin i ka thonë. Ti foli me Meladinit. Anë mirë boll, fol me mua kishte anki. Fol me mua. Po. Edhe për dialektit ju shten me dyshu. Jam në Kosovë. Dialekti është Kosova. Po. Se tjetë Maqedonas ani majr. Makedonësit. Nisa e ndrojnë dialektin si të marrë menja aty në ndrojnë në fjallë çdo kush.
Qa më thënë unë? Ato në cilin fshat dyshoni jo? Edhe a ke shku në ato fshatra ku ke dyshu? Ku kam dishu, unë kam shku, kam hec me i fjallë, në Maqedoni, në Kosovë, ku s'kam qenë me i fjallë. Çdo fshat si kam dishu, kam shku unë. Edhe a ke gjetë na Asnjë informacion informacion. a i ke pyet banorët aty? Po, kam pyet banorët, kam shku në Buzovë, se është shati me i fjallë. Prej aty, Gjini Beke, si i thonë, në ratë e poshtë shkon në Buzovë, të Macedonisë. Po. Ati kam qenë. Me i ratë djathas knejna, shkon në Novosedë, të Macedonisë. Edhe ati kam pavu foton në Meledinit, edhe knej foton në Meledinit. Kena shu deri, kush kena gjetë stan me i fel, s'kena në gju stan, ku është stani e mos me shku. Do më thonë, ju keni bo shumë kërkime dhe se Shumë një ndalë që 3 vjetë përveç që jetoni me ankth dhe me atë besimin që një ditë ka me u kthy djali, ju keni bo shumë kërkime. Policia e Kosovës edhe FSK-ja kanë bo shumë kërkime, Shumë. edhe policia e Shqipërisë qa vlenë me o cek. Po, deshta me ndalë pak edhe te informacionet që kanë ardhur juve si familje. Deshta me ju pyet edhe për një informacion që kanë ardhur 2 burra këtu në fshatin Borje. Po, Edhe e kanë pyet një plak, një kushërin t'jujen, e kanë pyet a ka arë Meladini, apo? po, A mundesh me ma tregu pak ma detajisht këtë informacion që ka? po, këtë informacion ka arë para një vitin duket, Vitin po, 2024. po, pa hinë fshat me i fjallë. Në hymë e fshatit Borje. Po, ato 2 persone i kanë dalë një plak, ajo është pensionisti, e kanë pyet, a ka ardhur Meladini te shtëpia? E në tamam si që ka të shkrujtë në pashaport Meladini me i fjallë. A ka ardhur. Ata kanë thonë Meladini. Po. Kjo kishtë thonë ka hup Meladini, jo ka hup, ka ardhur dhe shtëpia, e në kaq. Kjo plaka është tut shumë, në s'ka lajmëru mas orës 5:20 me i fjallë. Mramjes, atëherë kishë mbaru çdo lloj pune me i fjallë. Kështu që prapë edhe kjo është një farë, qa më thënë nësë. Po kush dyshoni që ka qenë? Se normal Nuk mundem me. bisedat me familjarë, Tash ndoshta time- një dyshim ju lind. Kush mundet me qenë? Ndoshta njerëzit që kanë bojt peng ose diçka ka ik Meladini, a dyshoni? Edhe aty diçka? dyshim. Unë dyshoj se Shkak mos u ka se- hik atyne. Edhe Meladini. ata janon me u siguru mos ka arë Meladini më Tash si edhe kjo datë, me atë datën si e ka pa ajo familja në Prizren, aty janë me i fjallë. Një informacion tjetër që ju ka arë ka qenë edhe një Nga Prizreni, po. Dikush e ka po Meladinin me tesha Pune, punës, po, të firmës, ndërtimit. ndërtimit, po. Po. Edhe mandej ka lajmëru Na ka me një lajmëru. emisionin pa gjurmë. Pa gjumë edhe ne kena shku, janë ataku me atë familjen, në kallëzoj që atë tipare shkisa e djali, me 90% me i fjallë, a i ka qenë. Po. Po su qëtë më. Kam kërku masa në i Prizrenin, kam kërku policie Kosovës, më kanë ndihmu me mu ka qenë me i fjallë. Shpend Morina e kishtë emrin një hetus, me mu ka hec me i fjallë, çdo stallë, çdo stanë e dikja i me i fjallë, më ka që vën deri në darkë me i fjallë ka bajtë. Më tha prapë do të kërkojmë. S'ka asnjë përgjigje. S'ka Po. si përgjigje. Do më thonë këto dy kanë qenë të 2 informacione. Tjera Mirë. informacione ka Kjo ka qenë po. me 25 dhjetor ka qenë kësaj plakës si i kanë dalë 2 veta, ndërsa në janar e ka pa kjo familja në Prizren. Kështu që këto si janë shumë afër këto datat edhe i thomë që mos u ka hik. Edhe mandej po. Me datën muajin dhjetor kanë ardhur do me thonë 2 veta, ata 2 vetat, dy persona edhe pa kanë njoftëm. pyet a ka ardhur Meladini, do me thonë hymje të fshatit Borje, Po, fshatin e Meladinit. Me 1 janar, Me një me janar, njerë, jo, nuk e di se, muajin janar, ka ardhur informacionin Prizren ku një Se një familje ka e pa. kanë po dyshohet që e kanë po Meladinin po, me tesha ndërtimi. Tash ju familja dyshoni që i ka ik njerëzve që ta kanë shufon, bojt pra, edhe edhe në për ka Prizren vazhdu. mos ka qenë rrugë në Prizren dikun ose Pa, Shama, nuk është që s'keni kërku jo. Edhe keni keni. bo denoncime, do me thonë edhe në polici, po edhe vetë keni kërku, Prizreni, Kosova, shumë e vogël. Edhe keni ngjitë foto e krejta, Po, ka lajmëru po. dikush për na informacion. Ja, tjetër. asnjë sen. S'kena pas asnjë Dyshimet sen. më të mëdha janë, do me thonë, familjes këtu. Qa më thënë, dyshimet janë, ka mos atje është, thashën, kufini, Tresh, Shqipni, Kosovë, Macedoni.
tjetës kujt me ja vogishtin. Kështu që telefonatat kanë ardhur të lidhoj, na kanë fol shqip, na kanë fol serbisht, na kanë fol rusisht, të lidhoj telefonatas, kur në telefon me Ledinin i fal. Kështu që edhe ne kena ngel. Hanife, si e dashur? Mirë, faleminderit. Si po kalon? Qysh po janë ditët tua? Si me kalu, 3 vjetë, 2 muaj pa djalë. Si me kalu. E kam përset djalin bjeshk, me mbledh borovnica, për bukën e gojës. Ka shkuje nuk ka të shtëpia. Djali, dhe më thonë, me 4 shtator 2022-ës, ka dalë si çdo ditë tjetër. Si çdo ditë tjetër. Me mbledh boronica. Po, e kam përcjell, deri të dera e kam përcjell. I kam thënë shko me shnet, Zoti të rujt. Deri të dera e kam përcjell dhe i kam thënë këtë fjalë. Ka qenë ditë normale, nuk Ditë ka qenë normale, mira jo, por që djali jo. është gjithë normal. Bukën e gojës, dhe më thonë, e keni siguru falë shitjes boronicave. Po. Djali ka punu. Apo na përshkruan pak Meladinin, çfarë tipi ka qenë Meladini? Tip djalë më just, s'ka pas djalë. Më i sjellshëm me shokët, me familjen. S'kena pas nga tres, me askën, as ushat, as krahin. Kena qenë familje më e mirë. S'kena pas me askënd. Me na ndodh kjo nuk di. Meladini ka pas vështirësinë të folur. Po, pak ka pas vështirësinë të folur. E shqipen më pak i ka folur. Shqipen më pak. Më pak i ka folur. E gjuhën... Gjuhën tonë e ka folur mi. Gjuhën gorane. Gorane, po. Po, gjuhën gorane e ka folur. Apo na i thu disa prej karakteristikave të djalit, do më thonë, ka pas pak vështirësinë të folur, Po. Shqipen e ka folur më pak, gjuhën gorane e ka folur më shumë, kështu ka qenë normal, nuk ka qenë agresiv. Jo, s'ka qenë, po me shokë si ka kalu kretë shokë, sa e ka nda shumë. Agresiv nuk ka qenë. Do më thonë tash janë bërë 3 vite që s'kene asnjë kontakt dhe asnjë informacion për djalin. Vese telefoni si aty shkuzilja. Shpesh edhe na e kanë hap telefonin, e kanë fol gjuhë ndryshme. Edhe Shqipen na kanë fol, edhe Goranqen na kanë fol. I kena gjuhë ne me vesh dhe veta. Ne jo, se këtu nuk shkon zilja për fshatit tonë, po i kena gjuhë. Na lidhin djali, vajza, me telefonin. E ne kena fol me telefonin, edhe ne kena fol. Edhe këtu dyhe si kanë qenë valë të Kosovës, ma kanë hapë mu 2-3 herë, kanë fol pas një përgjigje unë s'kam marrë. E dashur Hanife, ç'është e kujton 4 shtatorin e 2022, se përcjelle si çdo ditë. Si çdo ditë. Apo të na ndjesi apo. Po, pata. Çfarë ndjesi pata? Ishim të qeru fasule në boj me buri. Po. Edhe ora 4. Më put cupi, krejt cupi më put mu. E unë i them burit, qa kam, a jam me smur, apo do të smuremi, i thëmë se nuk më ka qenë. Haj, më fol, më i budallë më fol, kënshia ka me të pa. E qëru në fasulen, sedhi djali, me telefon shoferin e fogonit e kena qunteze, nuk përgjigjet, me lanxin burin e vajzës, nuk përgjigjet edhe ai, basaj kohë u përgjigj, në prish goma, tha. Hau. Anti do më thonë e ke pas ndjesi? Po, e kam pas, në orën 4 e kam pas ndjesi. Më put shpirti këtë. Dust, më slunë dust. Ke qenë të qëru fasule? Fasulet, po. Edhe për një moment do më thonë e pote një blokim, ashtë Po, një e lloj pata një anti, blokim, po, lloj e pata. ndjesie. E pata. Ndjenja nanës. Ndjenja nanës. Po djalin e kam shnushe mirë. E kish shnushe mirë e Shnushe ndjen. mirë, e ndjej se e kam shnushe mirë. Po 3 vite janë shumë. Çka dyshoni jo? Jo 3 vite, po një ditë është shumë për nënën e për babën. Mos me e pas, e mos me ditë gjatë. Po, qa të bëjmë? Kështu i kena pas shumen, me na kalu edhe kjo. Inshallah pa dam të kaloj.
Ato si i kanë, një zoti, me na i plësu lutjet, me na i pru djallit. Pastaj ato që i kanë, le të vendonë zemër, a kanë e vlatë. A kanë e vlatë, son edhe ki gjallë ka nën e babë, që se kanë të shpija. Ju do më thonë dyshoni që djalin u ambon dikush. Meladini është 31 vjeçar, apo? Qa dyshoni ju? Ti si non, qa dyshon që ka ndodhur me djalin? Unë dyshoj e kanë marrë djallit, ose e kanë marrë se me shku djalli vetë ju. Ose e kanë marrë hajde ti blejmë ne Borovnicat, marrë të rinjtë. Ma tanë e ka, ose e kanë marrë, dhe në furgon e kanë fut. E kanë rëmbi. E kanë rëmbi. Po, e kanë rëmbi. Çfarë interesi kanë me marrë, do më thonë një djalë 31 vjeçar? Po ka qenë i fort, më i motër, ka qenë i fort, fizikisht ka qenë i fort për me hecë. Se zinte asnjeri prej fshatit. Ka qenë i fort, fizikisht ka i shnosh, ka të hove ka pas. Po zemrën e ka pas të fort. Po, Meladini, a ka qenë i paaft nështa, sa që me i thonë jo, ose me i refuzu, apo menoni që mbot ai ka qenë i aftë shumë, po ka pas shumë frikë. Frikë ka pas shumë frikë. Ndoshta e kanë mashtu, pale qaj kanë thënë. Pale qaj kanë thënë, do të pushkatojmë babën, a mamin. Pale qaj kanë thënë. Edhe shfrikës. Do të vrasim ty, që se ikën. Pale qaj kanë thënë. Pale si e mbajnë. Pale si e mbajnë. Ty si nonë, do më thonë ta ndjenë zemra që është gjallë. Gjallë është gjallë. Jam të e prish do ditën. Dera saj që ke ndonjeri unë me vrapë Meladinin. Do më thonë historia është kështu. Në 4 shtator 2022-ës është ngjitur në mal si çdo ditë tjetër me mbledh Boronica. Po ka qenë 2 vite dhe ishtë ka pas shku, jo këtë vitve se. Ka qenë, do më thonë nuk ka qenë hera, por që Jo. edhe nuk ka pas asnjëherë probleme që me thonë i ka ndodhur diçka në Jo, s'ka pas gjithë për ai si ka qenë i vogël, po. Terenin e ka ditë. Po, terenin i pari, gjithmonë ka zbrit të fogoni i pari ai. Krejt shokët i ka prit të fogoni, çdo ditë. E qa thonë, do me thonë, në cilën orë saksisht janë do, qatë kanë thonë shokët? Janë taku të furgoni, i kanë do, do me thonë, terenet. So njerëz janë kona ditë më? Ja, kanë qenë plot, në atë furgon, atë 8 veta sa kanë qenë, po kanë qenë edhe furgonat e tjera të fshatit, s'ka qenë edhe, vështë furgoni, vështë këto bjeshka ka qenë plot me njerëz. Edhe gra, edhe fëmijë, edhe bura. Për shkak se Brudi është vend turistik, edhe ka pas edhe njerëz tjerë, po thua ndi. Po, kanë pas plot. Po qa kanë thonë shokët e dashura Nife? E kena pa të mbledh në kodët Borovnica edhe jena nda se kena pa më. Në cilën orë do me thonë janë do? Kanë nimre të gjithë e kanë pa e pastaj se kanë pa. Në gjithë, po. Edhe mandena, në sa ora ka orë lojmi që Meladini është zhduk edhe në këpër vjetë? Si kanë zbrit poshtë të fogonit shokët Meladini s'kazë. Kanë shku me kërku në përbjeshk se kanë gjithë. Pastaj na kanë njëftu ne. Në sa ora ju kanë njëftu juve? Kjo ora 6. Ora 6? Po, 6. Edhe mandena ju keni bo kërkime në malë? Po, i gjithë fshati ka shku në malë. A dit? A dit, i gjithë fshati ka shku në malë. I ka zënë shiu, i zudini ka fjetë në brut, që atë naskarte shpia hiqë. Po, për shkak se janë bo shumë kërkime atë Shumë kërkime, e kanë shku, pastaj në orën 2 ka shku prapë në malë me kërku në bjeshkë. Që ka pos djali a dit me vete, do më thonë? A dit e ka pos bidonin me Boronica. Po, bidonin me Boronica, krërin si atë mbledh Boronica. E sa shgjetë, asë krëri, asë bidoni. Ka pos qantë shpine besoj? Qantën, jo, qantën e ka lënë fugun. Qantën me buk e gjupin e ka lënë fugun. Buka në mëngjesi ka ngrënë, drekës e ka tu të shpia. Shoferi ka si të shpia. Edhe atë dit nuk është gjithë asë Jo, nuk është gjithë, edhe sot e kësaj dite nuk është gjithë.
E do shumë Hanife, pse e ki ndjesin si kur ajo është gjallë? Po gjallë është mos thuj edhe ti ashtu. Jo, po unë e du shumë shpresoj. Po ti e dun, po është gjallë Po është. du me të pyet, a bazohesh te emocionet e nënës? Po të emocionet e nanës, unë jam apo të edhe te prit. informacionet? Jo, të informacionit nuk bazohem, unë jam të prit, jam të për nëndër. Se do më Jetë vjet për djali, nëndër. po. Djalin e ka mirë, po, le të vendosin atë ndodhe në zemër, dhe ta shlojnë djalin të vitë të shpije, të nana e të baba. Si na të e pritni. Ti ma the 3 vite, jo, po një ditë është shumë pa fëmijë. Po një kur e ditë din është. kurse është saj normal. Pavarësisht moshës, ajo është fëmia juaj dhe nështë pak këto ngecet e këto e kanë bë dhe halo ma të vështirë për juve se ka qenë shumë i lidhur me juve. Shumë i lidhur. Kretë me një kapun. Çka- Qitë natë. Çka tha ditë Hanife? Nuk thash gjë. Si çdo ditë tjetër? Si çdo ditë tjetër. Unë i vendosa çdo ditë nga një bluzë tepër në qese, kur gjesitet me ndëru, kur vje për bjeshkës, më stohet, si edhe ke fugoni, ta veshi. Unë qese, jo, mos ma vendos qese, tha. Se unë do ta veshin ndarkë, si thehem. Jo, ma tut pithem. E përcolla dhe të dera, a ishte me një kapele grisme. E kapele të re, ka pas plot kapele, një gjallë të vetëm kretë moqa të gjalli vëllai tjetër për Italie, qa se sirte. Unë kapelen e reja vendosan kokë. Joj, mama, le me le këtë, se e ka matë misa. Kapelen e grisme. Qizme të reja qatë diti ka vesh. Do më tha dhe qizme të ka blet reja dhe atë ditë Po të reja se kishte lakshti. Ishte të shku me atlete, e qatë ditë ishte si ko e laksht. Eve veshi qizmet mos t'i lagin kamt. Qysh ka qenë motje atë ditë Hanife? Moti shumë i mirë ka qenë. Nuk ka Shumë i qenë, mirë, jo. Ndark, më vonë ka ora. Po ka fillu mjegulla, do të thonë? Ka ora 9, deri më në 9 të darkës ka qenë ko shumë i mirë. Ko shumë i mirë ka qenë. Edhe shumë Hanife, e di që është shumë e vështirë për ty si nënë. Dhe më thonë 3 vite, asë një informacione ka pas, a mundesh me na i përmend disa prej informacioneve që kanë ardhur për djalin? Po, ka nas plot informacione. Fillimisht ndalemi të Fillimisht- data 4 shtator 2022. 4 ditën kur shtator. ka humbur. A ditë çfarë informacion? Informacion ka edhen në ranë zilje në WhatsApp. Në edhen disa zilje. Ato thanë, po ashtu ato i dhën edhe, si i thonë, Ju ka thirrë dikush në telefon? Në telefon. Në rrjetin po, në WhatsApp edhe? WhatsApp. E se nuk është përgjigj, nuk na është përgjigj. E keni thirrë ju djalin, apo? Po, djalin e Edhe kena, djali nuk i shkon të po. djali zilja. Djalit i ka shku zilja me datën 7 dhe me datën 9, shtator. I ka shku. Na ka dhënë udhër, na ka dhënë prokuroria e Kukësit. Se me datën 7 dhe me datën 9, telefoni i Miladinit është hap. I ka shku zilja prej di shokët të zatit. Nga këtu. Pastaj i ka shku zilja shumë herë, në shtator. Dhe i është përgjigj. Shumë herë janë përgjigj shqip. Dhe me thonë janë përgjigj shqip. Kur ju e keni telefonu, telefoni i Meladinit është hap. Është hap. Edhe çka kanë fol? Po, nuk dim si i shkon të zilja atire me qa prefekt si shkon të se Romingu i ngacon disa. Po. Edhe ato thoshin, oj, është numër privat. Një grua i thoshte burit vetë, është numër privat. Numër 6246. Ajo i përmente asaj burit. Po me në kur e keni thirrë, jo i keni dëgju duke bisedu ata në telefon? Po, ato duke bisedu. Po, tu bisedu me Po, vete. pastaj shumë herë na kanë thënë, alo. E një herë, një vit si ka shku, pastaj 2 muaj si shkon të zilja. E ne jena ato i thënë gocës, kësaj munkires. I themi, a për munkira, do ditë, si i marim telefon, edhe gjallin, edhe goca, a shkon zilja, fjalla e pase, jena të fol, a shkon zilja. I ja, ajo na thot, jo, babsi, që 2 javë asas nuk i shkon zilja, tu e provu.
Çdo ditë e provojni, unë e kom bisedu edhe me Monkiren. Jo, çdo ditë, ajo tu e provu telefonin, e me të parën ja hapën. Alo, i tha. Ajo goca i thot, po alo, kush jeni? Sa ditë mas kohës së Një vit Një vit. e një muj ka qenë. Data 17-18 tetor ka qenë si kjo bisedë. Shumë herë kanë hapë para, po si janë të mbajtë këtë. Edhe ajo i thot, alo, ma jep Meladinin të flasë. Ajo i thot buri, fol me mu. Buri i thot, ma jep Meladinin të flasë me Meladinin. Ani mirë bolë, fol me mu. E jam bili telefonin. E ne të në gjuhë. Telefon? Do me thonë, ju e keni telefonu numrin e Meladinit. Po, Një vit e gjysë, rreth një vit e gjysë. Një vit e një muj ka qenë aty. Një vit e një muj pas humbjes. Pas humbjes. Telefoni Meladinit është hap, Është hap. edhe kanë fol shqip, do me thonë. Shqip, kanë folë. Ani fol me mu. Ani fol me mu. Edhe është ndalë telefoni. E kanë fik ato? Po, a ka mundësi që telefoni mos ka humb telefoni edhe ka marrë dikush ose diçka? Çka dyshoni jo të kjo Po telefoni, jo telefoni- telefoni s'ka humb telefoni. Ato si e kanë marrë djalin, janë tu e mbajt telefonin e djalit. Telefonin e ja kanë marrë djalit. Meladinit ja kanë marrë, nuk se ta kishte pas Meladinit telefone s'do kishe lajmëru. Po neve çdo muj jena tu i bë, Po, të e mbush. tu i mbush telefonin. Do me thonë, ti dyshon, jo si familje dyshoni që djalin po e mbajnë peng. Ndoshta për punë. Edhe Ndoshta ka kriju edhe familje, nuk dim qa të themin. Qas bën, qas dollë. Po e letë vazhdoj jetën e vetë. Veste letë në lajmërojnë, është djali mirë. Letë vime në ataku e do të atakojmë, ku i kam gjenë të tjërë? Edhe vajzat një në Itali, një në Francë, edhe a i letë punoj. Po ta di se është mirë? po, me vërtet. Ta di, do shkoj me vizitu, do vime me vizitu. Ha, qa të them? Pse dyshoni që e mbajnë peng, do me thonë djalin? Po e Do me po e thonë mbanë, këtë pyetje, për shkak se do me thonë vetëm pistë që ju dyshoni është veç që kjo që e mbajnë dikush peng. po e mbanë për punë. Për punë. Për punë e mbanë, shfrytëzojnë për punë se ka qenë bujqësisht, shumë punëtor ka qenë. Po, nëse e mbojnë peng, 3 vite prap, po mendon që Meladini është, nështë i paaftë ose diçka, për mos me marrë një telefon edhe me ju telefonu. Po, Qa mendoni se ka ndu? po, Me to se ju e njih një ma po mirë. mirë ne unë thash, a i ka frikë, se Ai që ka të gjë, frikë. ka frikë. Pale si e mbajnë, me qa fjale e mbajnë, Me kërcënime. me kërcënime. Pale si e mbajnë. Pale si ka thënë, ndoshta i kanë thënë, nuk do nana, e nuk do baba. Edhe kanë mashtru. E kanë mashtru. Po për shkak se djali edhe ka pos pak ngecë, Po, ka be. qenë normal, nështë me Po, bre, po edhe pak me probleme. me probleme ka qenë. Edhe ka mundësi edhe kjo, do me thonë. I vetëmi dyshim juji është që e mban dikush peng. Po, i mban dikush për punë. E ku dyshoni jo? Në cilin vend e mbajnë peng? A din dyshimet e juja si familjar? Penke i mbajnë për bakti më shumë. Për bakti, Për si bakti qobanë më e shfrytëzojnë, po mendon? Ashtë marrë këtu me blektori më shumë. Po. Me lopë, ka qenë merakli më shumë për blektori. Vendi ku ka humbë Meladini është Trekufiri, do më thonë mes Macedonisë, Shqipërisë dhe Kosovës. Po, Edhe janë bërë shumë kërkime aty në Janë atë bërë vend, nuk shumë është gjetë kërkime. asgjë. Ku s'kena qenë edhe në Macedoni, deri të fund Macedoni s'kena qenë. S'kena lënë vend pa kërku. Po ku dyshoni jo mas shumë ti? Ma shumë të në Kosovë ndeshë. Se Macedonia në ka dhënë një, se nuk ndodhe telefoni në Macedoni. Ku s'kena kërku neve. Një përgjigje në ka nga ambasada e Macedoni. Shqipërisë në Macedonisë është. Edhe përgjigja atyre ka qenë që nuk gjende telefoni, Nuk është telefoni, varte telefonike, nuk, aplikacioni nuk është në Macedoni. Me datën 4, që dy muj s'ka shku zilja Meladinit, gusht. Me datën 4 shtator, si ka up Meladini, në Sabah, edhe djalit, edhe gocave u ka shku zilja, qatë ditë.
Me na njoftu se është djali mirë. Ne jena ato se në shtu, se nuk dim gja. E me datën 5, në orën 4 sa mbas dite, një telefonat e shkurtër i ka shku munkires prej telefonit me Ladinit. Një zilje shumë e shkurtër. Se e ka pas ndodhë, tha. Ndodhë e kam pas, atë që shkurtër ishte sa s'mujta me hap telefon. Me Ladini e ka thirë bankire, motrën e ti. Po, telefoni me Ladini, se të kishte qenë me Ladini, do të kishte folë. Po nuk dihet kush është, po, për shkak se veç ka telefonove ka. Po, e që ku i kena Kjo që kreti. ambon dorë është Meladin Adili. Po, me Ladin Adili. 31 vjeçar, karakteristikat e tij do me thonë i tham, ka pas pak në të folur do me thonë ngecje, gjuhën shqipe nuk e ka folë edhe aq mirë, ka folë ma shumë gjuhën gorane. Goran, që goran. Syt po shihem të kaltër, blu. Si që shiftë, si... Po, si, okej. Edhe a ka ndaj karakteristik tjetër që mundet mu dallun, është ta që është Meladini necje ose diçka? Necje pak si krusur, pak si krusur este. Për me ecë, nuk e kap në njëri. Agresiv nuk ka qenë? Jo, agresiv ka qenë shumë i urtë. Shumë i urtë. Andaj edhe ju dyshoni që dikush e mban nën kërcenem edhe e mban me zër. Tash ti si e mban a me zor, a me qef, që vit, si shkon jeta ati, nuk dim që. Unë thash, si e mashtërojnë, unë thash, si e mashtërojnë, nuk dim. Qa fjali jam të i thënë, nuk dim ne. Ndoshta i thënë, as baba, as nana nuk ndojnë. Nuk dojnë ma, nuk të kërkojnë, e kanë mashtru djallin edhe... Pale si i kanë thënë. A ka qenë, do me thonë rjetët sociale, a ka ditë mi përdorë? O, rjetët, po, kretë. Kretë i ka ditë. Se për shkak se tash rjetët sociale, a i sigur t'i ka pa dhe intervistat e juja, nëse është gjallë dhe po, a i është gjallë. Po. Mos mi thuja dhe nëse është gjallë. Gjallë është, mirë është, po s'ka telefon. Telefonin se ka djalli. E do është cila është kërkesa ju të sinon, kujti drejtu është? Një zotit me plotësuluqin. Të vje djallit e shpijë. Pastaj ato si e kanë, lëndëdosin dorën zemër. Si për e latin në vetë. Ata që mbojnë përnë. Le ta shtojnë, nuk dim, nuk na duhet kush e ka. Mos me e dit, hiq mos me e dit. Kush e ka djallin. Nuk na duhet gja. Veste me e shlu djallin, të vje djallit e shpijë. Ato si do ta zatekin në rrugë, ose në punë. Le të njoftojnë, ose juve, ose polici, ose neve. Ju keni bërë, do me thonë, dhe kërkime, dhe keni bërë denoncime në policinë e Kosovës, Maqedonisë dhe kena Shqipërisë. Kudo s'keni. Informacione nuk ka konkrete diçka, kena me bisedu edhe me babe, do me thonë me babojnë e Meladinit edhe për informacionet që kanë ardhur. Ty s'po du me të ngarku ma shumë se është tjera parë që i të edhe një intervist për djallin tënd. Nëse Meladini e shë këtë video, qa i kishe thonë Meladinit? Menoj e që po i drejtu është Meladinit. Tu i sa më shpejt të shpijë. Ta bërë dhe Lina. Unë e di që bënë zemra dhe e di që për këto 3 vite i jeni krejtë si familje që të natë. Qa po të mungan mas shumë të për Meladinit? Ka më me të qa? A një të doshën? Di që është shumë e rëndë dhe.
Mirë, s'po dojnë në nga rëku ma shumë, faleminderit shumë për tyre. Unë dyshim se shfrytëzohet me i fjallë. Tani puna e krahut, këni mungon shumë. Kosovën, Macedoni, edhe në Shqipëri mungon. Mund ta përdorin si që banë. Mund ta përdorin edhe me ndërtimin, mund ta përdorin me dru. Nuk i dihet me i fjallë. Qa me thënë, i aftër është për çdo punë, është i aftë me punu. Për krah shumë i aftë. Dyshim çdo gjë, qa me thënë. Dyshim edhe në lektori, edhe për dru mund ta shfrytëzoj dikush që mbledhin dru në përmal, edhe ndërtim mund ta shfrytëzoj dikush. Tash nuk i dihet se edhe gjendja e atij se si mund të jetë. Deri 3 vjet me i fjallë nuk i dihet edhe gjendjes. Se si mund ta kenë pru. A ka pas ndonjë problem shëndetësor që jo e keni ditë ose? No, asnjë mënyrë, jo. Spital s'ka shku asnjëherë. Ja. Jo, atë ka qenë me i fjallë, i fort ka qenë. Ka pas ndoshta pak probleme me të folurën edhe Foluri që ka frika pas? pak i frikë ka pas, po frika në bjeshk është të çdo kush. Bjeshka si të ndahesh prej shokëve është e vështirë. Po, unë dishta me ndojl pak se aty kanë qenë rreth 10 veta bashkë me Ladinin që normal janë ndonë në terenet ndryshme, regionet ndryshme. A se ka po kërkush atë ditë mo, prej momentit që janë do të furgoni mo, nuk e ka pas? Po, e kanë pas i për në bjesh me i fjallë, në një shpaci ku ka hip me i fjallë. Në orën 11:30 është ka qenë me i fjallë. Aty në shpat po ka pas. Kena shku edhe ta i shpati, aty kishte borovnica sa të dush, Bilinjani tha, që ka dash me shku me lbiz prej këtu i tha. Me gjithë të borovnica se ka pas tu. Edhe mas e kanë pa. Nuk e kanë pa mu. 11:30, 12, ai si kur të kishë lëviz me i fjallë me të hesme në ati, ta ishë kishë në të tovë deri në orën 5 darkës. Se ka pa hes fort ai për të hesme. Se si ka ndodhë puna, as unë nuk e di. Po, a e keni mendu në e herë që nështë ka dosht mu largu vetë? Ja, Edhe... këtë se ka pas. Se Ai mund ka takon qenë- me ta bo dhe po, të kuptoj. edhe... Ka qenë në Itali 2 herë, Po, me 3 mujore me fjallë. Ka punu atje të motrën e ka atje. 2 herë ka punu atje. Ai të kish pas në plan me hik, kish marrë kartë me vete. Pashaport me vete s'ka, kartë me vete s'ka, lik me vete s'ka, vetëm 5 euro kafe sabahit. Ashtë ka pa marrë në ditë. Pishin kafe në brota, mjeshin diçka kështu. Si tipa mbërsire, dilshin bjeshk. Buk me vete kanë pa marrë. Kjo është me i fjallë, se të kish pas në plan a i me hik. ai, po. Kish marrë kartën, lek të kish pa marrë me vete. Ai do më thonë nuk ka marrë asgjë. Asnjë se me vete Ka s'ka. pos 2 telefona, njërin telefon e ka lënë në shtëpi Po. dhe tjetrin e ka marrë. Tjetrin me për vete. muzikë ka marrë me i fjallë, ma shumë për muzikë ka Për marrë muzikë, telefonin. po. E shloj ki muzikë të në ditën, ëndër të Kur me i lidinit. mbledha, po. Çdo i ri me i fjallë ka pas ëndër me hik dikur. Shkurt. Çdo i ri ka pas që me i fjallë me hik. A i ka shku, 2 herë ka qenë në Itali, ka 2 muaj me i fjallë. Edhe në plan që, patëm plan djalin e kena atje, po, me farkohem me i fjallë, mund të shkojmë krejt atje. Kjo ka qenë nga jo me i fjallë. Që edhe në plesht, shkojmë, e marim edhe me Ledinin, shkojmë atje të djali tjetër me i fjallë. Po. Kjo ka Po ai qenë nuk nga ka jo. pos plane dhe dëshira me vazhdu jetën jashtë Ja, vetës. jashtë Shqipërisë në këtë rast. Ja, ai Ka qenë shumë i lidhur me familjen. ka prit me i fjallë, çdo gjë e ka prit me i fjallë që do të vijë një kohë me i fjallë. Do shkojmë, do të bashkohen në Kretë. Po. Dhe s'ka pas si me shku ai. Dyshimet ma të mbaja i tham, aty dyshën jo. Qa më Qka thënë nëse njerëzit që e mbajnë peng, ashtu që është dyshani jo, e shohin këtë video. Qa i kështë thonë zemra një babe? Të zemra një babe? 3 vjetë, 2 muj, nuk ka resh dhe më thonë së kërkuari. E ke lyp non-stop, këshyr non-stop dhe më thonë asë njëherë nuk rëni qeti. Del, mos kona informacion, mos përshet dikon. Qa i kështë thonë zemra një babe? Unë si babë. Njerëzve që dyshon që Unë si babë thonë, çdo kush si mund ta mbaje me Ledinin, ta lajmërohet pak. E më lajmëro. Le t'ja jape telefonin me Ledinit, o babë, jam shëndosh e mirë.
të paktën kaq unë me Gjuzani me Ledinit jam shumë mirë. Qa më thënë është? Të paktën me Gjuzani, me ditë se djali është gjallë. Mos me jetu çdo A, ditë jo, është, është, ku është, mos ka nevojë për neve. Ai ka nevojë, është, për neve ka nevojë çdo herë. Si s'ka nevojë, po. E fundit po të thomun, të ta lajmëroje. Ta jape telefonin me Ledinit, ti thoshe që e fol me babën. Kallëzoj jam këtu, ose jam të punu, ose jam të jetu ma mirë, për shembull. Allë s'du me ardhë, haj një tjetër. 31 vjeç është ai. Edhe ashtu me ma ba, prapë unë pranoj. Kupton? Çdo ditë pa informacion edhe pa Mirë. Qërëm sa pak, nipin nervat, shkojnë Prizren. Haj, kotë shkret. Hecim Prizren. Haj, ta i pasha qeshma e Prizrenit, kish pa thonë gjëja mi fjell, ku është rruga për në pasha qeshmë. Pasha qeshma ishte bukur larkë Prizrenit, Hajde shku me dhe adjetë, s'kish as një sen. Do gjahtar ishin, kishin të malbë, këtë pasha qeshma ishte si për kalas atje si për me i fjell ishte. Askirën ishin atje kollaj. Unë nisëm me një gjip, shku një herë, prapë edhe 2 herë shkova vetë, në kamp, prej Prizrenit, te Shaterbanit, si për drejtë, te kalaja rrugës, drejtë te pasha qeshme, prapë, kotë vesh me dalë mu shfryjë për diqka. Ishte një katon aty, si që ishin, si e ka marru Lesnica, si e këshin, jo, si e këshin, Leskoveca më duke të thë ishin një parë, katoni si për Prizrenit, i bëshatisën e s'kishte as një se. Edhe atje ke shkuar. Po, ka s'kam shku, ku kam gjuhë, thashën. Ku s'kam shku. Pra pas një gjuhë. As një gjuhë s'kam. Ndërru, faleminderit shumë që na hape dyrë të shtëpisë dhe faleminderit shumë për këtë rrëfim edhe këtë intervistë. Faleminderit juve që keni ardhë, të paktën helbete, si dihet, mund të na ndihmoni. Emisioni juaj, inshallah, me kom marrë si keni ardhë një herë para, u lumshin kant, prej me jeni të ndërruar si emision, inshallah dikush e ve dorën zemër e lajmëron djalin. Kjo është për mua. Të faleminderit edhe ju. Unë e di që tu si prenda në zemra pa tjetër se një ditë me të mungu fëmija dhe mos me ditë ku është shumë dhe ma 3 vite, 2 muj, mos me pas asë një lloj informacion. Shumë vështirë është për mua. Qysh i kaleni këto ditë? Këto ditë si i kalem nëse për t'halën. Ma vështirë, ma hasmi mos me përvu këtë. Si në kanë tonë hasmit mos me ndohë, po njëri ma ma i forë sekret. Prapë shpresat i kene të Zoti. Ne vjen në herë. Vjen në i ditë edhe vjen edhe me Ledini. Tash ju nuk i dihet, edhe mund të rri edhe vetë, qa më thënë. Mund të ketë ra dikun edhe rënë, ha një teta, thot, kam jetën time për... Nuk e besoj atë. Nuk e besoj, a i me Ledin, si kam rritun 30 vjetet, ashtu më bëj, ja, po nuk i dihet, që është një nuk i dihet qa i bërë. Sot qas në gjohet në për televizora, qa nuk në gjohet në për botë në i fjellë. Ishëm atë tjetë shnosh. Që njëj me Ladinin, kanë tregu që me Ladini ka qenë shumë i dashur, shumë i qejtë. Shumë i E ka dashur. dashur muzikën, ka qenë shumë i... Shok të krejt shumë i ka tip i pas. durushëm, i ka dashur krejt njerëzit, Edhe ka ndasht, edhe ka dashur. edhe ka ndasht. Krejt Si ka fshati, po kesh kërkujt shkur të shqip. krejt fshati, ato e prit, jo vetëm unë. Krejt fshati ato e prit, Gjithë kanë të mira për to. krejt fshati ato e prit. Krejt fshati ato u lutë për me Ledinin, jo veç familja ju në fisin. Krejt fshati ato e prit me Ledinin. Inshallah Zoti më ndihmon. E di që është shumë e rëndë për juve, edhe e di që si keni as pak letë. Nona, tregoj ta unë gjitha e kom ta kokën ta prej derës ta mos po he. Po, Edhe 3 vite 2 muaj janë shumë, me jetu çdo ditë me ankth dhe me ndjesi. ora minute kena menin e ti.
s'ka shans mos me pas minin të djalit 31 vjeç, me të hub djalit 31 vjeç është një gjë e mos me gjetë. Çdo gjë ndodh, më thashë në vjeç, çdo gjë ndodh. Kam kallëzu dikun ato të FSK-s thoshin që ka hub një tha për Borovnicë, po e gjetëm, kish para prej shkami tha poshtë, e gjetëm tha. Po këtë mos me gjetë kërkun tha, nuk ka shans. FSK-ja. Një rast tjetër domethënë që ka humbur. Jo, jo. Jo, e Ani di që ka humbur dikush tjetër. Ka Gjakova ku i ka ro, për shkak se terreni bjeshka, mund të shkëndzu edhe po nuk është që kanë bërë kërkime, këto është domethënë krejt piknisja. Se janë bërë shumë kërkime edhe nuk është gjithë asnjë. Kërkime që ato të FSK-s bilin në vende edhe militar kanë pas brit. Edhe militar. Po. Me drona me. Droni u shlojke droni, prap militar kanë para poshtë, mi fjalë do kishin do shpella, do sene, mi fjalë ti kontrolloj. Unë po e kontrollu krejt, bile ne i tham, me droni kene kontrollu. Ti për veti i ke kontrollu, ndërsa unë këtë territor që i kaloj e shkruaj se është i kontrollun për meje. Militar kanë para prej shkambit poshtë e janë gjitë prap. Bollë kanë vunu. Ja që që shumë këtë intervistë dhe këtë video, sigurisht i nështë ta nga dyshimi që shkonë si 31 vjetë, që shkonë si jem të hyjë do më thonë vitin 2026 me hum një njeri. Një njeri me telefon në gjip, me hum, nuk i di. Nuk e di si me thonë. Nuk e di si që më Kjo e puna e shtetit zero, me thonë drejtë. Për mu. Puna e shtetit është zero, me të hup një njeri. Qa me thonë? Qëfar ndësi e këti si prendë, edhe qëka me ndonë? Qa me ndojnë? Qëka ndjenë ti si prendë? Unë e pres. Nona tha që unë e ndjej që është gjë. Bile që më preku shumë është që dhe a ditën kur ka humë, do më thome Ladini, nonës e ka një zemra, keni qenë do më thot të qëru fasule. Po, të qëru fasule. Edhe për një moment, apo ma të regon atë rast që ka ndjej. Po ne ishim bashkë të qëru fasule të në borë. Me dhe kjo tha, mu këput tha trupi diqka. A bëjtë është më që banë edhe ti, jo tha unë s'mundem, tha. Shiluj ka është tensioni atë rastisemi i fjellë, s'kishim probleme të sesene, masanej dollën, probleme tjera në dollën masanej. Jo, bëjtë thosh, mush, ora 4 mas dikte ka që kërja me i fjellë, në orën 5, më lejnë më me i fjellë, ajde. Kështë, nana e ka ndje, po të mund, 100% se tha, unë diçka s'jam, tha mirë, se s'jam regu, tha. E kam këput trupin, tha, mu këput trupin, tha, komplet, tha, kratë me i fjellë, të qëru fasule nuk, kepse të këputëm i fjellë. Na erë lajmi me i fjellë, lajme dhe fasule, mëse në dhe kejtë, të ika unë vjeshë. E ka të nartë, me vlazën, me kejtë. Kështu ka ndohë, pas gjetëm gjatë, thashë. Na lemru me u gjetë një gjupë, po s'ishte i vini me i fjellë. Fëse ka kish pa gjetë një gjupë në kodër atje dikon. Ma qunë me foto, është një gjupë e me ledinit ki. Jo, i thash, nuk është me ledinit. Nuk është me ledinit. Diqka, s'kena gjetë asë njëse me i fjellë, as ka puqi që kish para, se t'kish pa hes dikun me i fjellë arzua, diqysh. As ka puqi. E gërsirat, ose diqka, Po kish vetë një gjurë. i gërsinët, bidonin se hajke i gërsinët. A ka në bidoni plot me Borovnicë. Atë kranin e Borovnicës të hekrit edhe ai në fjellë. Njën do gjana, nuk e di si me thana shumë. Tjetër që si prende përjeton një normal marran se çdo kush tjetër. E përjeton edhe vllazëri, vëllo edhe motrat. Krejt janë atë. Po jo jeni këtu të e prit çdo ditë. Çdo ditë. Edhe lutesh. Hiki, dalin terren e kërkoj edhe kap mosh. Dalin. Në Prizren, në Macedoni, palesa e lamë në Macedoni. S'kam lanë fshat në Macedoni, bashku. Fshat e pe... Ku s'kam qenë? Deri në Shqip kam qenë. Shqipi atje, ishin do... Shtekto ishin atje do që banë me i fjellë kotë tole. E pash në internet edhe unë isam dhe vlanë shkova deri atje. Në Bitula kam qenë.
Ka s'kam qenë mi fjallë. Velec. Kam qenë. Qa më thanë. Edhe në Velec kishim mi fjallë çoban shumë. Ti do më thëmë ke kërës ato vende të fella dhe malure. Ku ka çoban, po ma shumë me blektori Sa thash. boni përshtypje keqe dhe fakti që i ke pa edhe historit e mija në përshata me Po, çoban. Edhe ndije pse- kja të thashën. I ndjeki, sidomos krejt ato emisione që bëna për fshatra, për katunën, për... Ato i ndjeki ma shumë, që thonë. Se helbete, në një hije mas më mdel. Qa jo është? Aty më rrimë i fjallë me ndja, mos po del diçka helbete. Helbete si dihet. Kjo është arsyeja Kam- pse i ndjeka. Kam pashuna për pazare. Në Tetov kam pashun pazar gjase, në Prizren kam pashun pazar gjase. Helbete, mos sa më dikush mos e shfridzon e ka marrë dishesh. Nuk tull kërkun, asnjë se nuk tull. Izoden, çfarë tipi ka qenë Meladini? Meladini ka qenë një djalë shumë i urtë, i ngjushëm. E para, mus më ka paprish asnjëherë. Unë si babë, asnjëherë s'm ka paprish. Edhe u vonoi që ndonjëherë kishte ndonjë ditëlindje shokët kur kishin ditëlindje me fjalë, edhe mirë kanë telefon o babë, do vonohem se. Ka lajmëruar Po, për çdo hap, ka ditëlindje, filan shok me fjalë. Shokët kur kishin ditëlindje, nalshin nëpër kafe, rishin fshat me fjalë. Kështu ka qenë me fjalë që të shkojë dikun në punë e mos me mlejmëru mu, kjo nuk ka shans. Të se besoj, asnjë kemi fjalë se thot dikush, jo mos e ka rrit dikush për punë, nuk ka shans për punë. Për punë nuk e rrit ke Meladinin kërkush. Pa mlejmëru mu. Pa pyet babën thaj, nuk ka shans. A është 2.000 euro me i dhanë, as 3.000 euro, sa të dush. Veç që se e kanë rrit për borovnica, diçka, jo ti marri mastrita, diçka e kanë shtinë kjerë, unë, thot, e kanë shtinë kjerë, në ka hikë. Familjen e ka pas shumë të veçantë dhe shumë. Shumë. Sidomos motrës, Motrës në Francë i ka, po. Hungirës, a i t'kish pas diçka, asaj ja kish kallëzu 100% i fjallë. A i se ka ka folë pas- gjithçka me mundësinë edhe... Kur bike në gjumë i fjallë, pa fol me ta, edhe ajo nuk rike, po edhe ki nuk rike me i fjallë, asaj i kish kallëzu diçka. Kështu që nuk e besoj se me dash... Andaj edhe familja, për këtë arsye, nuk dyshon që Meladini ka ikë me dëshirën Ja. e tij. Jo, nuk Thjesht, qëndron. ka mundësi që është ngjitë domethënë bjeshk edhe mandej ka rastis me njerëz ato, e kanë mashtru vetë. djalin edhe i kanë thonë ti blejna ndoshta Boronicat, kështu dyshon familja. Unë dyshoj Pak të ma shishëm. shtrejt ose diçka, edhe e kanë fut makinë, e kanë dërgu edhe mendoni jo që sot ai pëmbohet peng. Kryesisht mundet më shfrytzu për punë të bujqësisë. edhe Bujqësi, lektorisë. lektorie, Për shkak se ai ka qenë i aftë me punu, lind pyetja 31 vjeçare dhe qysh ka mundësi dikush me mbajt peng ose diçka. Mbaj. Vlen më cik se Meladini ka qenë shumë i qetë dhe e mbajnë, ka e mbajnë. pas ka pas frikë. Pak ma i frikshëm ka qenë kështu. Po, ka Mi qenë fjalë, si po, tip ma i ndishëm edhe po, ma i frikshëm. unë ndikesh si, ka pas po, frikë. Edhe andaj si- nuk ka qenë e lehtë me mashtru ose me mbajt, nuk ka qenë e vështirë, më falë, Po. me mashtru ose me mbajt peng. në bjeshk është e keqë. Po. Në bjeshk me dal dikush si se njef, 2-3 veta ti është paleqa, a i e di se ti si s'ke gjau me vetë. Çdo kush që i ka marrë atë informacion ti e di se a i s'ka as pashaport në vetë, e ka ditë çdo gjysh. I fel me dal 2-3 veta ti është paleqa, frikën ja ke, bjeshkës ja ke frikën. Se qatë kanë dalë këto 3 veta, më kupton apo? Unë të ceka, unë të kallëzova, se në bjeshk kalojnë këtu ma shumë njerëz. Të shi se sa të mirë më tha njani. Këtu kalojnë, tha, çdo lloj, vinë prej Maqedonie, vinë prej Kosovë, vinë prej Shqipënie, thoshte njani. Këtu janë 3 kufinja kështu që të pa kontrollush. Nuk u kontrolloi ki prej asnjënit. As ne se kontrollojmë, as Kosova, as Maqedonia nuk e kontrollojnë. A janë turista kishin drejt Po me shku shkak se komas. ka qenë edhe periudhë ndoshta e turizmit Po, në atë kohë turizmit, se shtatori edhe ka pas shumë turista. Shumë turiste ka pas. Edhe andaj edhe kufet nuk janë kontrollu, jo domethënë thoni këto. Kam pas turiste. Qa vlen me ocek është edhe fakti që telefoni cingran. Shkon zilja, kur ju e merrni domethënë numrin, Po. normal ndërpritet edhe po mas një kohë hapet tapet, hera e fundit kur telefoni ka qenë i hapur, ka qenë me datën 17 nëntor. Që i Para bjen 3 para ditësh, po. 3 ditësh, po.
Edhe po për këtë gjatë, qa dyshoni jo? Ti non stop e ke mbush telefonin, do me thonë me lek prej këto, ja ke mbush për mos më ndoj, po telefoni karikohet, mbushet. Ajo s'gjituhet. A telefon e mban dikush? Pa u mbush ai një ditë më shumë nuk shkon ki telefon. Po, për shkak se 3 vjet ai ndërprehet, mbushet, Ose edhe jo... mund ta ketë po diku në një telefon tjetër, për shembull. Po, Po ki telefoni është gjallë, me fjalë po thonë. po, telefoni... Derisa telefoni është gjallë, se çdo gjë, si çfarë më thonë, se unë për shembull çfarë s'kam mendu. Jo mos e kanë marrë edhe për organe. Transplant, po. S'ku i di se djali i ri i fort, po mos e kanë marrë edhe për këtë gjë. Po ti qenë kjo me i fjalë, e kishin hup telefonin. Dhe kjo më ka dalë me i fjalë, kjo pistë ka dalë prej meje. Si prindu me i fjalë nuk e kam ma dyshimin për aty. Fillimisht keni dyshu që dikush e ka marrë dhe... E para mi po. Transplante Nuk i di, po. organe, po. Po, telefonin po thuhet që e kishin gjuhë edhe numri nuk ish funksionu. Kishku telefoni kërkum. Hidhen në lumë, a di shku me i fjalë. Ose dhe thënë karta në një tjeta, nuk i duhet. Po kjo me i fjalë pse mas me i fjalë me 4 ka u me 7 me 9 është hap telefoni 3 ditë me i fjalë. A i diku nga ka riku a i telefon. Po. Edhe, do me thonë, 3 ditë pas humbjes është ka rikuj. Ja, pra. Po edhe sot, 3 vite e 2 muaj pas humbjes, para 3 ditë është do me thonë... I shkon zilja. Po. Po nuk përgjigjet asgjë. Mi fjalë, një farë shpresë e imja vetëm ki telefoni, është që më thëmë. Unë e di që se keni letë si prendë dhe thashë shumë keqë edhe jeni non-stop nangë. Deri te atje që edhe rrin në ton kohën rrjetet sociale dhe këshirë mos ka naj lajme diçka. Emisione qa bën me çoban, me vlektur, me fshatra, aty për cilë. Si në Kosovë, si në Maqedoni, si në Shqipëri. Ka mos. Me shpresën që mos del një informacion edhe mos del një... Elbete në foto. Po të thomë një hije me ja pa, jo... Foton ma po... Nuk e jep sot. Si ka ardhë dita. S'ka ardhë dita. Ajo ditë do të vijë, po. Ne jam unë. E njësës. Do shumë të nëse Meladine kish pa këtë vetë, që kishe pa? Inshallah, ta shofe Meladini këtë video. Meladini me e pa këtë video. Flutron. E vjen të shtëpi. Nuk ka shans. Me pa babën këtë gradaj, e vjen të shtëpi. Pra fupën me vjen të shtëpi. Kësi i vjen të shtëpi. I bëj sirje, e gjokuj si e ka pa, e si e ka. Ta ve në dorën zemës. Këto prind janë të vujtë shumë. Jena të vujtë shumë. Ta dije se çdo kush ta veje dorën në zemër, të thosë, ta marrë në telefon, familjen, a në emision të ujnë, a në emision të Tiranës, a policina, diçka le të lejmëroje. Kush do si ta shofe Meladinin? Është një djali pafajshëm, po thonë i pafajshëm, 100%. Nuk i ka ba dam kërkujt. Andaj edhe kjo, ju dhe mas shumë të përshkak se ai ka qenë shumë i qetë, shumë i dashur. Shumë i qetë, i dashur, një lidhë me prindrit, të thashun. S'ka ba asgjë pa të pyet ty edhe pa të njoftu ty. Ja, s'ka shans me. Dhe më e rëndësishme s'ka ba dëm kërkujt. Ndarë kur dilje me i fel, ndarë kafe. I kanë kafe. Dole, dilje me shok me fel. Dilje që pishin kafe. Kafe, alkohol s'kanë përdoj. Nuk kam pi alkohol. Këto shokët e ti me i fel, asë një s'ka qenë për alkohol. Dilshin për kafe, dilshin për thash ditë lindje që sesene që kishin, i fel bajshin një farë. Cilat ka në qënë ondrat ma të majtë me Meladinit? Qa ka pos plan, qa ka pos ondër Meladinit, qka ka dosh gjithë qysh me realizu? Unë ja u thash edhe një herë, po ja u thëm prapë, faleminderit që na i hapët dyrët e shtëpisë. Faleminderit edhe juve si na idhët. Ju lumshin kam të inshallah me lajme të mira. Me na pëtu ndonjë lajm të mirë. U shpresoj shumë
Që ka marrë një informacion edhe një lajm. Zoti para një mbas. Se 3 vite, 2 muaj janë kogja shumë. Shumë. Ndërrumi zotim, faleminderit shumë për pritjen që na keni bë. Faleminderit juve si keni ardhur. Inshallah na ndihmoni. Inshallah bëhet diçka Zoti. Me na ndihmu i pari Zoti, mos ani emisionet tuaja edhe ju. Mund të na gjendet diçka. Të paktën me lajmëru dikush ju, me lajmëru të paktën. Të paktën se ku ndodhet ose çish ndodhet ose se është gjallë, thashun. Ash mund duhet ta di se moshën e ka edhe mund thoshe As nuk i përzihen një jetë, as nuk absolutisht ai vazhdon jetën e vet, veç një informacion. Ta di se ku është e çish është me i fjalë se është gjallë, thashun. Me janë gjuzani nun. Se ki është zani me ledinit me i fjalë. Për mu, ndryshe, vazhdon jetën ndryshe me i fjalë. Nuk është kjo jetë me i fjalë. Si kam jetu 3 vjetë. Faleminderit shumë. Miqtë mi dashur, kaq prej Borjes së Kukësit, edhe gjithë ju që keni ndonjë informacion për Meladinin, mundeni me kontaktu me neve, mundeni me kontaktu edhe me numrat e familjarëve që janë t'japun domethënë në komente dhe në video, po të njëjtën kohë mundeni edhe me kontaktu me policinë, për shkak se familja ka bërë denoncim edhe në policinë e Shqipërisë, po edhe të Kosovës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Faleminderit. Inshallah me lajme të mira. Trujt Zoti.